Në Maqedoni, vitin e kaluar janë regjistruar 2185 divorce, që është 8% më shumë krahasuar me një vit më parë. Në të njëjtën periudhë janë lidhur 10.507 martesa, ose 5.1% më pak se në vitin 2024. Kjo do të thotë se për çdo 100 martesa të lidhura janë regjistruar rreth 21 divorce. Sipas të dhënave, kjo tregon vazhdimin e trendit të rritjes së divorceve dhe uljes së numrit të martesave të reja. Edhe pse statistikat zyrtare nuk japin arsye të divorceve, sociologët dhe ekspertët këtë fenomen shoqëror e shohin nga disa këndvështrime. Sipas tyre, shkaqet e ndarjes së bashkëshortëve variojnë nga vështirësitë ekonomike, deri te dallimet dhe pengesat e pakapërcyeshme në marrëdhëniet personale. Rënja e numrit të martesave dhe rritja e divorceve nuk është një proces i ri. Të dyja këto prirje, më pak martesa dhe më shumë divorce, po zhvillohen njëkohësisht dhe po ndikojnë në pasqyrën demografike të vendit në vitin 2025. Sipas të dhënave zyrtare të Entit Republikan të Statistikave të Serbisë, të publikuara në korrik 2026, gjatë vitit 2025 në Serbi janë lidhur 29.402 martesa, ndërsa janë regjistruar 10.148 divorce. Kjo është 4.4% më pak se në vitin 2024. Ndryshe nga Maqedonia, ku numri i divorceve është në rritje, në Serbi për herë të parë është ndërprer trendi i rritjes së divorceve. Në nivel të Bashkimit Evropian, sipas të dhënave të Eurostat, gjatë vitit 2023 janë lidhur rreth 1.8 milion martesa dhe janë regjistruar rreth 700.000 divorce, ose mesatarisht 4.0 martesa dhe 2.0 divorce për çdo 1.000 banor.